Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Saranda arrestuan shtetasin me iniciale AN, 49 vjeç, banues të fshatin Kulluric, pasi më datë 7 qershor 2025 në vendin e quajtur Parku i Butrintit. Ka kundërshtuar me dhunë 2 punojës të patrullës së policisë së Komisariatit Sarand, referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale AT, 43 vjeç, banues në Ksamil, pasi më datë 6 qershor gjatë një konflikti. Për motive pronësie, ka goditur me grushte shtetasin me iniciale AP, 45 vjeç, banues në Ksamil. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Livadhia referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale PA, 55 vjeç, pasi më datë 4 qershor 2025. Dyshohet se ka vjedhur një shumë parash nga kasaforta e kishës në fshatin Kodër. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Konispol referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale AN, 62 vjeç, banues në fshatin Mursi, pasi ndaj tij ka bërë kazim shtetasin me iniciale AG se i ka prerë disa hardhi rrushi dhe i ka thyer xhamin e garazhit të makinës në fshatin Mursi. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.